Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, është mesditë momenti kur e lusim Engjëllin e Tensat. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Marie. E ju ngjisi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, Herplotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, Herplotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bën njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, Herplotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e Engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ta themi një aty dhe një të falemi Mari për shpirtrat e përkatorit, aty ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bën vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, Herplotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepu au Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndri drita e pambaruar. pushofshi në pace. Amen. Engjëlli i Zotit, Që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ne vazhdimi ju ftojmë që së bashku ta lusim liturgjinë e orës mesme. Sot është e hënë, java e parë e kohës së kreshmëve, e psalmet i marrëm nga java e parë e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Alleluja. Himni orës 6. Kur Krishti pati etje në atë orë që në kryqë ngjitën, kush psalterin ditë lexoj, etje së drejtësisë ti këndoj. Bashkë me etje qofturi, për atë që vdiq për ne, edhe mëkatin e veri e virtyti qoft dëshirë. Bagmi i Shpirtit Shenjtë, sot mbi këngë e qeste ndikoft,
që zjarrin e trupit ta ngrinj, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin t'i lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një vetme gjithpushtetshme, Trini për krah ata që luten. Amen. Antifona e orës 6. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetojë. Psalmi 19. Lavdi hyjit zotruesit të ligjit. Jini të përkryer siç është i përkryer edhe Ati juaj që është në qiell, thot Krishti te Mateu 5:48. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin për të rinë, për t'u besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhërimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën. Urdhri i Zotit është i qartë, dritë u jep syve. E panjoll është frika e Zotit, nuk ndron në shekuj të shekujve, gjyqet e Zotit janë të vërteta, të gjitha një të drejta. Më të çmueshme se ari, se më i pastri ar, më të ëmbla se mjalti, se hoja që rrjedh mjalt. Shërbëtori yt me kujdes i mëson, ti mbash ato është fitim i madh, por se kush i heton gabimet, më pastro Zot prej mëkateve të fshehta. Të pëlqefshin o Zot, fjalët e gojës sime, edhe mendimi i zemrës sime para teje. O Zot, ndihmësi im e shëlbuesi im. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 7. Urata e të drejtit të përndjekur. Ja, gjykatësi që ndron para derës. Lexojmë te letra e Jakobit 5:9. Ndore tënde o Zot hyj im, më shpëto prej gjithë salvuesve të mi e më liro, që të mos marrë mbejnë shpirtin por si luani, që shqyen kur s'ka kush të shpëtoj. Por o Zot, hyj im, nëse veprova kështu, nëse gjendet padrejtësi në duart e mia, nëse ja ktheva më të keqe bamirësit tim, nëse e kurseva salvuesin e padrejt, Më ndjekt armiku e më pushtoft, jetën time përdhej është qelmoft, nderin tim pluhur e bëft. ngrihu o Zot në filgrimin tënd, ngrihu kundër tërbimit të armiqve të mi, ngrihu hyj im në gjyqin që caktove. Le të rrethoj kuvendi i popujve, por ti prej së larti sillu kundër ti. Zoti vendos mbi çështjet e popujve, më gjyko o Zot sipas drejtësisë sime dhe sipas pafajësisë sime. Le të zhbihet fajësia mëkatarve, lart ngritet të drejtin hyj i drejt, që shqyrton zemrat e veshkat. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mburoja ime është në hyjin, që i shpëton zemër drejtët. Hyji është gjykatësi i drejtë, i fortë dhe çdo ditë ndizet felgrimi i tij. Vallë, as do ta mpreh përsëri shpatën e vet, s'do ta ngrej harkun e s'do ta mbaj gati bëri armët vdekje prurse, shigjetat e veta flaki skuqi. Ja bakeqi lindi pa drejtsin, ngjizi i shpirt ligësin e lindi tratin, hapi gropën dhe e thelloj, ai vet bie në gropën që qel. Shpirt ligësia e tij do të bjerë mbi kryet e tij. Dhuna e tij do t'i bjerë në majtë të kokës së tij. E unë do ta lavdëroj Zotin sepse është i drejtë. Lavde do t'i këndoj emrit të lartit Zot. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetojë. Leximi i shkurtër i orës 6, marrë nga profeti Ezekiel, kapitulli 18, rreshti 23. Ndaje bukën tënde me të uriturin, merri në shtëpinë tënde skamnorët e të pa shtëpit.
Kur ta shohësh të zhveshurin, veshë dhe mos e përbuz farefisin tënd. Largoje shikimin prej mëkateve të mia. Shlyej të gjitha fajet e mia. Të lutemi. Kthena ka ti, o Zot, shëlbuesi ynë, dhe me dijen qiellore na mëso që vepra pendestare e kreshmeve të na vlej për shpirt, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, patët mundësinë që së bashku ta lusim liturgjinë e orës mesme këtë të hënë të javës së parë të kreshmeve. Na ndihmoft. Vazhdoni të qëndroni në shoqëri me emisionet e radhës të Radio Marisë së Kosovës. Një zënj krishter në shtëpinë tënde. Kudo qofshi, ju bekov dhe ruaj ty i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.